Malbora Gura është përjashtuar nga ferma VIP 3, një zhvillim që ka shkaktuar menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale dhe ka ndezur diskutime mes ndjekësve të këtij formati. Largimi i saj erdhi si një surprizë për publikun, duke qenë se ajo konsiderohej një nga personazhet më të komentuar dhe aktiv brenda fermës. Menjëherë pas daljes, ish konkurrentja ka reaguar përmes një postimi në Instagram, ku ka zgjedhur të ndajë disa fjalë me ndjekësit e saj, duke i falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë rrugëtimit të saj në këtë eksperiencë. Në mesazhin e saj, Malbora lë të kuptohet se vendimi për të përfunduar këtë kapitull nuk ka qenë thjesht një imponim nga produksioni, por një zgjedhje e marrë edhe nga vetë ajo. Ajo shprehet se pas rreth 40 ditësh brenda fermës, ka vendosur ta mbyllë këtë eksperiencë për arsye të mira, pa hyrë në detaje konkrete, por duke premtuar se shumë shpejt do të ndajë më tepër me publikun që e ka mbështetur. Ky deklarim ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e ndjekësve, të cilët presin të mësojnë arsyet e plota që qëndrojnë pas këtij vendimi të papritur. Në reagimin e saj, Malbora thekson se jo çdo situatë ka një të mirë dhe një të keqe, duke lënë të kuptohet se largimi i saj mund të lidhet me dallime në qëndrime apo mënyra të ndryshme të parit të gjërave. Ajo nënvizon gjithashtu se vendimet për të përfunduar një bashkëpunim janë gjithmonë personale dhe duhen respektuar si të tilla. Pavarësisht mënyrës se si përfundoi kjo eksperiencë, ajo ka zgjedhur të fokusohet tek mirënjohja, duke falendëruar publikun për dashurinë, përkrahjen dhe mesazhet pozitive që ka marrë gjatë gjithë kohës së qëndrimit në ferma VIP 3. Sipas saj, kjo mbështetje ka qenë një motivim i madh dhe një arsye krenarie. Reagimi i plotë. Faleminderit nga zemra të gjithëve që më keni mbështetur gjatë pjesëmarrjes sime në ferma VIP 3. Pas rreth 40 ditësh, kam vendosur ta përfundoj këtë eksperiencë për arsye të mira, të cilat shumë shpejt do t'i ndaj me ju, sepse ju kam borxh si publik, si mbështetës, si miq dhe familje. Në një histori jo gjithmonë ka një të mirë apo një të keq, ndonjëherë ka vetëm mendime dhe rrugë të ndryshme. Vendimet dhe mënyrat për të përfunduar një bashkëpunim janë gjithmonë personale. Sot dua vetëm të falenderoj për dashurinë, përkrahjen dhe fjalët e bukura që më keni dhënë çdo ditë. Më keni mbushur me krenari dhe mirënjohje. Ju premtoj se shumë shpejt do të ndaj më shumë me ju. Faleminderit nga zemra. Ndërkohë, mbetet për t'u parë se çfarë do të zbulojë Malbora në ditët në vijim dhe nëse largimi i saj do të ketë ndikim në dinamikat e mëtejshme të ferma VIP 3, një format që vazhdon të mbajë të gozhduar pas ekranit një numër të madh shikuesish. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.